Nëse ndalim tek zhvillimi gjatë ditës sotme, përplasjet familjarëve me Gërdecin, faj që ka thanë familjarët që prokuria s'të ngre akuza ndaj teje dhe ndaj më pas ish ministri Mediu është përgjigjur duat më bëjnë kokë turku. Ju vetë si e shikoni këtë zhvillim, këto ngjarje, sepse akoma familjarët e Gërdecin nuk kanë kërkojnë drejtësi si të vetme në arsye për të shpaguar për fatkeqësinë që atyre ju ra në përpjesë. Kemi folur për Gërdecin shpesh, nuk duhet përsëris veten me prova dhe me fakte, është një grup, një organizat kriminale, do thoshja unë, organizat kriminale shtetërore, sepse është një krim shtetëror dhe ky krim shtetëror i cili vrau për të realizuar kusarin e tij me pasurinë kombëtare tonën, me armët e Shqipërisë, me barutin e Shqipërisë, për ta përvetësuar këtë familja Berisha. Pra kjo familje vuri në lëvizje gjithë shtetin, gjithë institucionet e shtetit, Ministrinë e Mbrojtjes, vuri në shërbim Ministrinë e Drejtësisë, vuri në shërbim Ministrinë e Financës, pra vuri në shërbim disa institucione këtu të vendit dhe përveç familjeve të vetë, futi pastaja aty edhe mjaft në këta që ishin shërbëtor, do më thënë, të pushtetit edhe të familjes Berisha, duke bërë rrethin e përgjegjësisë të madh për Gërdecin dhe realizoi faktikisht grabitjen dhe mori rreth 1 miliard euro janë marrë aty nga Gërdeci, nga ky trafik armësh edhe nga kjo vjedhje e hapur që ju bë pasurisë kombëtare shqiptare, por që solli faktikisht edhe pasoja nga më të rëndat, si shqen 26 të vdekur edhe 300 të tjerë invalid të përjetshëm, që në pikpamjen ligjore dhe ata quhen të vdekur, por mbetur në tentativë. Kështu që krimi i Gërdecit do ndëshkim, nuk është ndëshkuar absolutisht askush, u mbulua ky krim, këtë krim e ka mbuluar Berisha me familjen e tij, kur them me familjen e tij kam parasysh numrin 1, do më thënë do ta konsideroj një unë të familjes tij që mbulon krimet dhe që është Argita Berisha, e cila e kishte në dorën e vet pushtetin gjyqësor, pushtetin e prokurorëve e të tjera. Pra ata pa urdhër të Argitës asnjë nuk kanë bërë gjatë kohës që ka qenë në pushtet Saliu, po edhe tani, domethënë, ajo ka ndikimin e vet në këto organe dhe përjedhoi nuk vajtën bangun e të akuzuarve këta që i bën këto krime, që jo vetëm vranë 26 atje sa vranë, po pastaj vazhduan të vrisin edhe të tjerë me radhë, ata që kishin ndjeni për këtë vepër të rënd penale, siç që eliminimi i Trebickës e tjerëve, domethënë ka patur dhe viktima tjera pas 26 të vdekurve për këtë proces dhe Mediu është jo kokë turku, po pjesë e kësaj organizate kriminale, sepse Mediu me urdhrat e veta i hapi rrugën dhe e mori Gërdecin e çoi aty ku nuk duhet ishte kurrën e kurrës, aq më shumë kur nga ushtarakët e vet, nga shefi i shtabit përgjithshëm të ushtërisë dhe nga ushtarak të tjerë, ju tha prerë edhe qartë edhe këtyre kriminalëve të organizatës kriminale që mos e fusni Gërdecin aty, sikurse mos e fusni edhe në Bërgjit dhe për arsyet që dihen dhe që u tha në vendet të banuara nuk futen kurrë, domethënë fabrika të tilla që janë Çernobile, por këto ndërtohen në vendet të pabanuara me një largësi minimumi 50 kilometra largësi ndërtese dhe atje pasaj edhe po të ndodhi një defekt apo një sabotim apo diçka tjetër në këto që thot Mediu sot aty në gjyq, e shumta, do më thënë aty do ketë prishje të bazës materiale tjera, por nuk do të ndodhi që të shuhet Tirana, e të shuhet Rinasi, e të shuhet porti i Durrësit, na një kemi të vetme në këto nëse tje ndërton në zemër të kryeqytetit dhe shkakton pasoja kaq të rënda. Sikurse kanë përgjegjësi penale dhe ende, domethënë, po pyeten si persona që kanë ndjeni, po nuk po merren të pandehur, Shkelzem Berisha që duhet marrë, Sali Berisha që duhet marrë në përgjegjësi penale, Aldo Bumçi, ministri i drejtësisë, duhet marrë në përgjegjësi penale për këtë çështje, duhet marrë në përgjegjësi vajza e Fariballiut, ata të tjerët pastaj që janë të lidhur me këta, edhe që e bën faktikisht Gërdecin dhe përfituan nga Gërdeci,
edhe kryesores këtyre nuk po sekuestrojnë pasurit me njëherë urgjentisht, me qëllim që të sigurohet padia civile në procesin penal, do më thënë shlyerja e dëmeve, sepse këto familje kanë marrë, do më thënë shpërblim kanë marrë minimumi i atyre që u takon, duhet shpërblimi tjetë në proporcion shumë herë më të madh, por s'ka dhe pse i paguan shteti shqiptar këto duhet i paguajnë pikërisht këta që e bën, këta që përvetësuan, këta që vunë pasuri, këta që po pastrojnë produktet e atij krimi edhe sot, këta që kanë lekë në banka na gërdeci që i bën dhe na krimet e gërdecit, këto duhen sekuestruar dhe konfiskuar me qëllim që t'u jepen familjeve të viktimave. Strasburgu foli, mbasi ka folur Strasburgu të mbash qëndrime të tilla, domethënë zvarritse, edhe qëndrime të tilla he sot, he nesër, shty sot e shty nesër, pa ngritur akuza kundër kësaj organizate kriminale që bëri gërdeci, po ta mbaçë ende procesin me një shpërdorim detyre të Fatmir Mediut, është punë Skarco dhe Spaku tashme që ka vendimin e gjykatës Strasburgut të mos luajë me se po luan me zjarrin, nuk luajet me zjarrin. Gjykata e Strasburgut është superiorja dhe gjykata e Strasburgut është drejtësia europiane, atje ku ne duam të vemi, dhe që të vemi në Bashkimin Evropian, nëse nuk i zbatojmë këto vendimet gjykatës Strasburgut, ne nuk na qas njëri atje për na pështyn ato ktheuni mbrapa edhe njerë luftoni krimin e kriminalit atje, që u bëjnë gërdeca, pasaj hajini këtu në Bashkimin Evropian. Avokat, qofse ndalojmë në ngjarjet dhe në zhvillimet përsëri të aktualitetit politik gjatë ditës djeshme, në rrugën e shpresës që e ka quajtur mbështetësit e rithemelimit dhe të Sali Berishës, në dritaren ku flet gjithmonë Sali Berisha, ka dalë një prej deputetëve, ish deputetëve në fakt, apo eurodeputetëve, Elmar Bruk, i CDU-s. Në fakt ishte pak e habitshme, duke qenë se Berisha tashmë sa rreth shtëpie dhe nuk duhet të ketë akses apo takim me asnjë përtej familjes vet, por duket se tashmë edhe vetë një prej njerëzve i cili ka vite, apo ka qenë dhe eurodeputet, ka qenë edhe aktiv në politikën gjermane, Elmar Bruk ka qenë prezent tek shtëpia e Sali Berishës, por gjithashtu ka mbajtur dhe një fjalim para mbështetësve të Berishës. Problemi qëndron këtu. Në radhë parë, ky nuk është problemi i këtij Gjermani, por është problemi i vetë Sali Berishës. Sali Berisha kuptohet e ka humbur busullën prej kohësh, edhe është një kufom tani, domethënë politike, por edhe një kufom njerëzore, sepse ai e ka humbur sensin e të qenurit njeri i përgjegjshëm përpara ligjit, përpara drejtësisë, një njeri që t'i thot vetes më në fund që edhe unë jam një qytetar si gjithë të tjerët dhe derisa ligji funksionon për qytetarin më të thjesht, funksionon edhe për mua, bile shumë herë më shumë duhet funksionoj për mua, se kam qenë ish president i vendit, kam qenë ish kryeministri i vendit, kam qenë shefi i opozitës dhe përjedhoj, pra ligjin duhet ta kem të shenjtë. Dhe nëse do më vinte ky ish deputeti gjerman, do t'i thoshja jo, se mua më ndalohet të komunikoj me njerëz, duhet të komunikoj vetëm me familjar të mi. Mirë po, Berisha nuk është natyre tillë, Berisha është një soj njeri, do më thënë, pa tiparet njerëzore, pa koshiencë, pa tru, se po të kishte tru, do t'i vinte pak në lëvizje, edhe do thoshte që s'kam pse i provokoj organet e drejtësisë, s'kam pse i luaj me nervat e tyre, të cilat më prunë në arrest shtëpie, sepse nuk zbatova detyrimin e paraqitjes, po tani mund të më çojnë edhe në arrest në Burg, sepse nuk po zbatoj ato kritere që janë vendosur në arrestin në shtëpi.